Varësia është sjellje e bazuar në një dëshirë të përsëritur. Dhe kur kjo sjellje përsëritet shpesh, ajo fillon bëhet dhe e papërmbajtshme. Dhe pavarësisht nga përpjekjet apo nga motivimi i personit, më pas për ta ndaluar këtë sjellje, në momentin që ajo bëhet e papërmbajtshme, personi ka të pamundur për ta shmangur atë. Thënë ndryshe, ai nuk ka më pushtet mbi këtë varësi dhe prandaj quhet edhe i varur. Disa varësi janë serioze, në fakt të gjitha janë të dëmshme, por disa janë më serioze dhe më të rrezikshme. Disa nga më të njohurat që bota është përballur dhe vazhdon të përballet, mund të përmendim narkotikët ose drograt, alkooli, pornografia, gjithashtu videolojrat, bixhozi. Ndonjëherë njerëzit e marrin lehtë çështjen e varësisë dhe shpenzojnë shumë kohë në transmetime të ndryshme ose në faqe interneti, pa e kuptuar që në fakt po shpenzojnë kohën e tyre në këtë sjellje të bazuar në dëshira të përsëritura, sikurse tham, dhe po shkojnë drejt aktiviteteve që i bëjnë të varur. Dhe kjo vlen si për besimtarët edhe për jo besimtarët. Në Biblën e Shenjtë, tek letra e parë e Korintasve, kapitulli 6, vargu 12 na thuhet që çdo gjë më lejohet, por jo gjithçka është e dobishme. Çdo gjë më lejohet, por unë nuk do t'i nështrohem asnjërs. Pra fjala e Zotit flet dukshëm që gjithçka i lejohet njeriut. Krijuesi Perëndia ka krijuar njeriun në liri, sepse Perëndia është dashuri, na thuhet në Bibël. Dhe në dashuri nuk ka se si të ketë kufizime apo kontroll apo diktaturë apo në dashuri ka liri dhe nuk ka liri pa dashuri. Kështu që njeriu si rrjedhoj gjithçka i lejohet. Por ama na shkruhet që jo gjithçka është e dobishme. Dhe kur nuk është e dobishme, bëhet e padobishme dhe bëhet shkatruese për njeriu. Çdo gjë më lejohet, por unë nuk do t'i nështrohem asnjërs. Pra, besimtari këtë thirrje ka. Pra të di që gjithçka i lejohet, por ama duhet bëj kujdes që mos t'i nështrohet asnjë gjëje. Të ndryshe që mos jetë i varur nga asë edhe një gjë. Sepse në momentin që jemi të varur, bëhemi sklever dhe nuk kemi më pushtet mbi veten tonë, mbi trupin tonë, por jemi të kontrolluar nga ky aktivitet i përsëritur në kohë që bëhet i papërmbajtshëm. Dhe në momentin që jemi të varur, atëre jemi nën mëkat. Dhe vetë Jezusi thotë që kush mëkaton është skllav i mëkatit. Kur apostulli Paul shkruan tek Romakëve 7:15, ai thotë: sepse unë nuk kuptoj atë që bëj, sepse nuk bëj atë që dua, por bëj atë që urrej. Pra këtu ai përshkruan një besimtar që përjeton praninë e mëkatit brenda tij. Dhe kjo prani e mëkatit shfaqet pikërisht përmes dëshirave që mëkati i sugjeron njeriu, pra e sugjestionon njeriu, e magjeps si thuaç. Dhe këtu përshkruhet pikërisht një betejë shpirtërore e brendshme, ku besimtari përpiqet të shpëtojë nga situata aktuale me përpjekjet e tij. Por në fakt në thuhet në shkrimin e shenjtë që vetë njeriu nuk ka fuqinë në vetvete për sa kohë ai është nën varësi, pra nën trysninë e këtij mëkati, që ai të dali nga fuqia e këtij pushteti. Por tek letra e Galatasve 4:6 jepet zgjidhja, ku na thuhet që fuqia është pikërisht fuqia e frymës Perëndis që banon tek besimtari. Pra thënë ndryshe, ky njeri ka nevojë që në vetvete, në brendësinë e tij, të ketë frymën e Perëndis, që e merr përmes besimit në Jezu Krishtin. Dhe në momentin që ai është i rilindur, siç thuhet ndryshe, nga fryma e Perëndis lufton, na thuhet, me frymën e mishit, që njeriu mos të bëjë atë që dëshiron.
Dhe duke jetuar në frymë, ky njeri është i thirrur të ecë në frymë, duke lejuar frymën e shenjtë që ta drejtojë jetën e tij. Dhe këtë mund ta bëjë vetëm me një kusht. Së pari duke pranuar që në vetvete ai nuk ka forcë për ta luftuar mëkatin e vartësisë. Në moment që ai pranon këtë dobësi në veten e tij, që pa Zotin nuk bën dot asgjë, nuk ja del dot ta mposhti, të pushtet, atëre duhet të kujtojë vetes se ai në momentin që ka besuar është i kryqëzuar bashkë me Krishtin, siç na thotë Shkrimi i Shenjtë. Dhe nuk jeton më ai, por Krishti jeton në të. Dhe hapat për të dalë nga kjo gjendje skllavëruese mbeten të njëjtat, si për besimtarët edhe për jo besimtarët. Hapi i parë është lutja. Lutja do të thotë kërkesë. T'ia paraqesësh kërkesat e tua Perëndis, që Perëndia të çlirojë nga ky mëkat, nga kjo skllavëri. Dhe hapi i dytë, të rinisësh të lexosh Biblën. Nëse ka në thonjza një varësi që është e dobishme për njeriu, është varësia nga fjala e Perëndis. Nëse njeriu shehet përdit me fjalën e Perëndis, përdit lexon diçka, përdit mediton mbi fjalën e Perëndis, reflekton mbi të, thellohet mbi të, dhe mbi të gjitha e vën në praktik në jetën e përditshme fjalën e Perëndis, ky njeriu ushqen shpirtin e tij dhe shenjtërohet. Dhe hapi i tretë është shoqëria me besimtarë të tjerë. Shoqëria fizike është më e mira, prandaj dhe Zoti ka krijuar kishën, por edhe shoqëritë virtuale janë gjithashtu një zgjidhje. Dhe nëse fjala e Perëndis studiohet në një grup besimtarësh, predikohet në një grup besimtarësh, ku ka edhe lutje mes tyre besimtarëve, Perëndia aty vepron fuqishëm dhe e çliron me fuqinë e tij çdo besimtar nga fuqitë e mëkatit. Dhe vargu i fundit na jepet te Gallatase 5:16, ku na thuhet që ecni sipas frymës dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit. Pra nëse besimtari jeton në frymën e shenjtë, ai nuk përmbush dot më dëshirat e mishit të tij. Sepse mishi i tij është kundra frymës së Perëndis. Kush do më shpëtojë nga ky mish, shkruan apostulli, që po më çon drejt vdekjes. Pra mishi e çon njeriu në një vdekje shpirtërore. Njeriu mishor ose njeriu lëndor nuk i pëlqen dot Perëndis, por besimtari duke u lutur, duke pasur të pranishme në jetën e tij fjalën e Perëndis dhe pasur bashkësi me vëllezërit dhe motrat në besim, ecën sipas frymës dhe nuk i përmbush këto dëshira mëkatare. Ai ecën përdit me Zotin, në pastërti, në shenjtëri, për brenda tij ka jetë dhe Zoti është bariu i tij.